Mbi Drenicë po valon flamuri i Vatikanit që nuk e njeh Kosovën sikur shtet. Por kjo faqja që është Rilindja Shqiptare që ja u qet propagandat islamofoba i ka disa pyetje për ju, edhe disa fjalë. Apo nderohet mosnjohësi i Kosovës? Në majat e Drenicës, në kishën e Llapushnikut, tash disa vite po valon flamuri i Vatikanit. Vatikani tash 18 vite nuk është duke njohur Kosovën e pavarur. Jo që nuk po e njeh Kosovën, por Vatikani ka vendosur raporte të afërta me Serbinë dhe Kishën Ortodokse Serbe. Vazhdimisht po e përsërisin që nuk do ta njohin Kosovën para se ta njoh Serbia. Vatikani në vitin 1999 kërkonte që të ndalet bombardimi i NATO-s ndaj Serbisë. E sot disa e valojnë atë flamur. Që besa edhe më ofendojnë mua për Vatikanin. Që besa edhe më kërcënojnë sepse jam kundër Vatikanit. Që ky Vatikani, a peshini shto? Vatikani në vitin 1999 kërkonte që të ndalet bombardimi i NATO-s në Serbi. Tash, logjikone, ju islamofobat, edhe lëvizja e Deçanit, po ashtu edhe ju komentues që komentoni kundër fesë islame, edhe kundër pse na e qesëm realitetin kundër Vatikanit, ja jeni serb, ja jeni grek, ja jeni slav, sipas menimit tem. Sepse mu quë me mbrojt një shtet që nuk llogarit për shtet, dhe më thonë nuk e llogarit për shtet Kosovën, e që besa ka lyp me nalë bombardimet NATO kundër Serbisë, veç të jo islamofoba e televizja e Deçanit që. Prandaj dinën e sen, kur s'komunal të ja u qit faktet, edhe çdo herë kum ja u kallzu venin. Sepse shqiptaria për mua është tepër e shejt. Një shtet që ma ke shtetin tem nuk mundet me kon shtet i mirë.